Ambasadorin Vlahutin, si kundër me gjithë bashkëbiseduesit evropian, kam ndarë dhe ndaj përveç këtyre shqetësimeve dhe faktet konkrete të inkriminimit dhe të korrupsionit të kësaj qeverie. Faktet bëra publike tashmë, që po dalin ditë për ditë e po transmetohen aty ku ekranet dhe faqet e para të gazetave nuk janë zënë nga presioni, makutria dhe mafia qeveritare. Ndaj i inkurajoj gjithë qytetarët shqiptarë. Ju them se bashkë me ne dhe vullnetin tonë si opozit për ta nxjerrë vendin nga kjo krizë, janë dhe partnerët tanë ndërkombëtar. Është Bashkimi Evropian, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndaj të kemi kurajo e të marrim hapat që duhet marrim për të mos lejuar rrokullisjen e vendit. Kjo qeveri tashmë është në muzgun e saj dhe përpara e pret vetëm një natë e errët e vjedhjeve dhe shtimit të zullumit. Ndaj koha ka ardhur të çohemi dhe të reagojmë gjithë së bashku.